Gjykata themelore në Prishtinë ka planifikuar që me 16 qershor të nisë shqyrtimi fillestar në mungesë për 53 të akuzuar për masakrën e Mejës. E dhëna për gjykimin më të madh në mungesë për krime lufte është bërë e ditur në ftesën e publikuar me akt akuzë në web faqen e prokurorisë speciale. I akuzuari numër 1 për masakrën më të madhe që e përjetoi Kosova gjatë luftës është Momir Stojanović, i cili në kohën e këtij krimi ishte shefi departamentit të sigurisë në korpusin e Prishtinës. Sipas akt akuzës, Stojanović pati rol udhëheqës. Në të theksohet se ai dhe 4 të tjerë u mbledhën në një takim të fshehtë në një shtëpi private në Gjakov, ku morën pjesë udhëheqësit e formacioneve ushtarake policore dhe të sigurimit shtetëror të Jugosllavisë. Me pretekstin e pastrimit të terenit nga forcat e UÇK-s, ata krijuan planin e spastrimit etnik të popullsisë shqiptare, të ashtu quajtur Reka e Keqe në zonën e Caragojit, ku planifikuan vrasjen e mbi 100 personave dhe djegjen e të gjitha shtëpive në shenjë hakmarrje për vrasjen e 5 policëve nga UÇK. Stojanović, tash general në pension gjatë viteve 2012-2014, ka qenë deputet i Kuvendit të Serbisë nga radhët e SNS-s që e themeloi presidenti i tashëm serb Aleksandar Vučić. Ky i akuzuar për krime lufte udhëheq subjektin politik Këshilli Kombëtar Serb për Kosovën SNV. Në shkurt të këtij viti, në një komunikat të përbashkët me 2 subjekte të tjera ekstremiste, u shpreh pakënaqësi se presidenti i Serbisë çoi njerëz të patrajnuar për sulmin në Banjsk. I akuzuar është dhe Dragan Živanović, që në luftë ka qenë komandant i brigadës 125 të motorizuar të armatës jugoslave. Ndaj tij ka pasur hetim edhe në Serbi lidhur me masakrën e Qyshkut. Megjithatë, prokuroria publike për krime lufte ka mbyllur hetimin, veprim që ka nxitur kritik nga Fondi për të drejtën humanitare në Serbi. Në akt akuzën 108 faqe është edhe emri i Franko Simatovicit, i njohur si Frenke. Ai u dënua me 12 vjet burgim nga apeli i Tribunalit për Jugosllavi për spastrim etnik ndaj muslimanëve e kroatëve të Bosanski Shamac të Bosnjë-Hercegovinës, që nga viti 2023 ai ndodhet në Serbi pasi e ka përfunduar dënimin dhe ka përfituar lirim të parakohshëm. Gjatë luftës, Simatović ka pasur pozitën e shefit të njësive për operacione speciale JSO. Prokuroria ka propozuar që në gjykatore të dëgjohen 43 nga 207 dëshmitarët e intervistuar. 3 nga ata kanë qenë dëshmitar të mbrojtur në tribunalin e Hagës. Të akuzuar krahas 50 serbëve janë edhe 3 shqiptarë si pjesëmarrës në masakër për krah forcave serbe. Muharrem Ibraj ish pjesëtar i mbrojtjes territoriale, Smail Beqiri ish polic, si dhe Mihel Abazi ish polic dhe ish pjesëtar i mbrojtjes territoriale. Për masakrën e Mejës, në të cilën u vran 370 civil shqiptar, hetimi nisi më 2013, në kohën kur sektori i drejtësisë udhëhiqej nga Euleksi. Ai u ndërpret disa herë. Edhe akt akuza e prokurorisë speciale u ndryshua, shkakut që gjykata themelore në Prishtinë e ktheu mbrapsht atë për plotësim.